Shfaqja Letra dashuria, pjesë nga Albert Ramsdale Gurney, ngriti si pari në teatrin kombëtar të komedisë. Kjo dramë me regji të Kastriocipit tashmë është bërë pjesë e repertorit të këtij teatri, i cili vjen edhe me një imazh të ri. Dy personazhet kryesore, Endryu dhe Melisa, u jetësua nga aktorët Neritan Licaj dhe Iniani. Shfaqja është ndërtuar e tëra në leximin e letrave që kanë shkëmbyer gjithë jetën dy njerëz që janë rritur bashkë, kanë ndjekur rrugë të ndryshme në jetë, o përsëri kanë përzemër njëri tjetrin. Kjo është një mënyrë e re komunikimi me spektatorin. Autori ngre në veprën e tij edhe problematikën e magjisë të shkruarit të letrave në një kohë kur emaili apo SMS-t zbehin marrëdhëniet.